Natën e parë do t'jetë Majko dhe Rina Balaj në këtë prime time. Dealën që i bjen tash e dyta është Capital T edhe Janina. Si vjetë, posh, do më thonë një gamë gjëre artistëve që kanë me marrë pjesë edhe Katërnet nuk jenë pak në aspektin e organizimit dhe miftu gjithë ata që apo është problema, qysh po funksionan, se tash edhe besa nuk është trajtu veç bira që folëm na, po është trajtu edhe artistat. është bo kogja kështu probleme, bo organizimit të mdoja, se me një artist është okej, dy, po flasim për Katërnet me shumë artistat që kanë me marrë pjesë në Beer Fest. është sfid, në fakt, sfid është me mujt me pas një laramanit tillë të artistave emnat mlaj, po mos mi shtrajtu çmimet. Që kjo është sfida. Se ka festivalet që në shumë mira me emna shumë mlaj, mirë po biletat në bukur shtrajt. Edhe na e patëm vitin e kalum, ku prumë disa artista ndërkombëtar që determinuan paka shumë kostën e festivalit, na detyruan edhe mi rrit çmimet e biletave, domthon kishte një farë zinxhiri. Mirë po e pam që nuk është rruga e duhur për këtë festival, i cili njihet si një festival i lirë, ku njerëzit vinë me pak pare, vinë edhe arktohen edhe shijojnë një festival mirë të organizuar, qysh e ka dëshmuar Beer Festi që sa vjet. Kështu që si vjet e kemi një program shumë të mirë, me emna shumë të mirë, kryesisht rock, hip-hop, po ka dhe elektronik, ka dhe disa që janë është vjetër të skenës tonë, që është Bibi Poqe, Zanzi Band e kështu me radhë. Është një farë laramanie që është dhe audienca e Beer Festit, ku ka zhanre të ndryshme, përshije të ndryshme, dhe menoj që secili ka me gjetë vetën aty dhe ka më knaq edhe me lëshmërin e pijeve që i ka, se nuk për përmani veç birat, po edhe me programin që ka me konë çdo natë në Katërnetet e festivalit. Unë e kësha dash prej Blertës, nëse ka mundësi Blerta me na japë këtë programin, se s'mujta mi mbajt mend, dhe më thonë se kënë shumë artista. Ka shumë. Me pas 1, 2, 3, hajde okej, po janë shumë artista, kështu që e presim me na e sjellë edhe emrat, se sigurisht e kemi edhe ato që në postu në për rjetës. Çka është e mirë në Beer Fest, mënoj që unë jam krenar me që të farë punë, është që edhe shumë artistave tri ju japim hapësirë. Do më thonë, me dalë një në një skin të madhe, me një zërin të mirë dhe me përjetu që është me majtë një koncert para një audience latëvisht madhe. Kështu që çdo natë na kemi pas artista që promovohen për herë të parë, ose që kanë me dalë një skin të tillë për herë të parë, po që është shumë të mirë dhe me shumë potencial që mënoj në të ardhmen kanë me kanë prej aty në yjeve të estradës tonë. Pastaj fillojmë me radhë kështu me disa bende, muzikë, pop, rock e kështu me radhë, për me kalu të kjo prizë. Muzik gjallë ka me pas Tonë konë është muzik gjallë, po. Edhe dyrë të hapën dykon ora 5. Kjo a vlenë për çdo ditë? Për çdo ditë. 7 në ora 5 pas ditë, dhe më thonë. E që adishta me lidhë, do më thonë tani masanej, kam me pas disa emna, unej ku mësu përmen, shtash se të natë, kush ka me konë, nëse është okej me ty për përmeni me radhë. Po, pa që dhe nëse i den se une nuk mujta me bajt me Jo, i ku mësu, po natën e parë do tjetë Majko dhe Rina Balaj në këtë prime time. Okej. Natën e dytë, në më kjo është shtunë, natën e dealën që i bjen tash e dyta është Capital T edhe Janina. Natën e tretë është... s'tash se e përzi. S'tash ta ka përzi, ja? Mabre se e trullut për pak e kremit. Që, a përshëton këta emna, ku mi bojt me? Është Melinda edhe Buta, dhe të tretën tonën, kurse përfundohet me Lunin edhe Shallin Gang. Okej. Mirë, po që shpishini këtu, këta janë veç disa, se ka hala shumë të tjerë, dykon 25-6 artista janë krejt, bende, këngëtar, DJ që kanë me performu në këto Katërnet të festivalit. Edhe mira tjetër e Beer Festit që Beer Festi kryet herët, të më në pse është 2 ditë gjatë javës të hanën e të martën, kryet herët në njerëz kanë kohë me shku në shtëpi edhe me pushu edhe me konë gatë shumë nesër për punë edhe për me... Kur po thonë herët, sa i bjene parapërsisht? Para orës 12 kryet, do më Beer Festi kur nuk ka përcen 12, që në ora 11 na filloj me ullë zonin me 50%, edhe ka dale fillon masa me liru, do më thonë programi paka shumë, për 11 dhe 12 vetëm përfundon.